Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Đurić u takua me kreun e ri të UNMIK-ut Petar Due dhe vlerësoi se imperativi i vetmi i Bashkisë Ndërkombëtare duhet të jetë ruajtja e karakterit multietnik të Kosovës, i cili vihet në pikpyetje nga presioni i vazhdueshëm dhe në rritje mbi serbët. Gjurić theksoi Serbia e konsideron thelbësore vazhdimin e angazhimit të UNMIK-ut me qëllim të zbatimit konsistent të rezolutës 1244. Gjurić përsëriti se Serbia pret që Bashkia Ndërkombëtare të sigurojë të gjitha të drejtat dhe sigurinë e plotë të serbëve me qëllim të parandalimit të përsekutimit të tyre që shkaktuan nga lëvizjet e njëanshme të regjimit në Prishtinë. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković bisedoi me ambasadorin francez në Serbi, Florence Ferrati, i cili i përsolli se Beogradi pret që Bashkia Ndërkombëtare të bindë Prishtinën të respektojë marrëveshjet e arritura deri më tani. Petković gjithashtu i informoi ambasadorin Ferrari që siç thot ai, qëllimi i Prishtinës për të dëbuar serbët nga Kosova dhe Metohia dhe për të sulmuar institucionet kryesore serbe në Krahinën përmes të ashtuquartit ligjit për të huajt, thuhet nga Zyra për Kosovë dhe Metohi në deklaratën e tyre. Situata e sigurisë në Kosovë është e qetë por e brisht me mundësi në shpërthimit të tensioneve të reja, vlerësoi komandanti i KFOR-it General Majori Oskan Ulutash në një intervistë për Kosova Online, i cili theksoi se është e nevojshme të vazhdohet dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës dhe se KFOR-i do të vazhdojë të jap kontributin e tij në mbështetjen e këtij procesi. Kur u pyet nëse KFOR-i do të vazhdojë të sigurojë manastirin e Deçanit dhe urën kryesore mbi Ibër në Mitrovic, Ulutash u përgjigj pozitivisht dhe deklaroi se KFOR-i monitoron me kujdes të gjitha ngjarjet relevante të sigurisë dhe vlerëson vazhdimisht situatën e sigurisë. Në hyrjet e komunës e Leposaviqit, tabela Qirilicu hoq dhe u vendos një tabelë re dy gjuhe në shqip dhe serbisht, siç raportuan gazetarët e Kosova Online. Të një tabelë u vendos edhe në Dealje nga komuna Zveçani. Tabelet e reja kanë mbishkrime së pari në shqip, pastaj në serbisht, në latinisht, sepse shkronjat qirilice janë hequr. Në tabelën e Zveçanit shkruan Mirë se vini në shqip dhe serbisht, ndërsa një tabelë tjetër në Leposaviq shkruan Rrugë të mbar. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Faton Peci, zbuloi një pllakë përkujtimore për viktimat shqiptare të incidentit që ndodhi në vitin 2000 në urën e re për komsorët në Mitrovic. Pllaka përkujtimore i kushtohet shqiptarëve që vdiqën gjatë atyre ngjarjeve, kur siç raportohemeve u vranë 10 persona të kombësisë shqiptare dhe një pjesë e popullsisë shqiptare, kryesisht nga pjesët qendrore të qytetit, u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Emrat e viktimeve si dhe numri i dyshuar prej 12.000 shqiptarëve të zhvendosur janë shkruar në pllakën përkujtimore. Në Serbi, të drejtat e njeriut dhe të pakicave nuk shkelen dhe nuk ka dyshim se të drejtat e shqiptarëve janë të kërcënuar, tha ministri për të drejtat e njeriut dhe të pakicave dialogun social të Serbisë, Demo Berisha, duke deklaruar se ardhmja të drejtave të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medveq nuk zgjidhet në Washington, por përmes bisedimeve në Beograd. Me rastin e propozimit të kongresmenit republikan Keith Self që Kongresi të miratoi një ligj për propozimin e pakicave në Serbi, Berisha theksoi se shembulli i pasivizimit të adresave, i cili përmendet në atak, vlen për të gjithë qytetarët e Serbisë dhe jo vetëm për shqiptarët nga Lugina Preshevës, të cilët e bën atë një çështje politike. Të drejtat dhe mundësitë e shqiptarëve në Luginën e Preshevës janë pra krahasueshme më të mëdha se ato të serbëve në Kosovë dhe veçanërisht në Shqipëri, theksoi historiani Petar Istanović, i cili vlerëson se projektligji i lartë përmendur është një veprim politik për disa arsye të tjera që nuk qëndrojnë në kërcënimin e shqiptarëve. Nga ana tjetër, gazetari Radio-Televizionit të Shqipërisë Roland Qafoku thotë se propozimi është një lajm i mirë jo vetëm për shqiptarët që jetojnë
në atë pjesë të Serbisë, por për të gjithë shqiptarët në botë. Ai deklaroi se kjo padyshim ushtron presion mbi Serbinë dhe vëren se kur miratohet ligji mund të ketë sanksione, sepse thot ai, ne e dim se si funksionon diplomacia amerikane. Nesër do të jetë mod pjesërisht i Vranet me pjesën më të madhe të vendit dhe me erë në rajonin e Kushavës dhe në male pasdite dhe në mbrëmje një pjesët veri perëndimore të Serbisë në disa vende me shira afatshkurtur. Temperatura me ulte do të jetë nga -3 deri në 7, kurse ajo më e larta e ditës nga 10 deri në 14 gradë Celsius.